po mblidhen për herë të parë në përbërjen e re. Disa e kanë sef të postin e qeveri, disa vinë në pozita tjera nga ato më parë. E të tjerët po vazhdojnë atu ku ishin deri tani. Kështu mblodhen të gjithë ministrat e ekzekutivit të ri, e si gjithmonë i fundit vjen kryeministri Hashim Thaçi, i shoqëruar nga Hayreddin Kuçi dhe bashkëpunëtor. Nuk e hushin përshëndetjen e sinkronizuar. Fillon mbledhja e parë e qeverisë, Thaçi 2. Kryeministri thotë se ky kabinet do të punojë për Kosovën evropiane. E ardhmja e Kosovës do të jetë në Bashkimin Evropian dhe në mesin e vendeve të lira, të integruara dhe të zhvilluara. Ky ekzekutiv sipas tij do të forcojë edhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa u shpreh i gatshëm edhe për bisedime me Serbinë, si dy shtetet e pavarura. Dialogu që do të fillon në të ardhmen e afërt do të përmbyllet për një të ardhme të mirë për dy vendet dhe popujt tanë, e me njohjet reciproke që do të ndodhin. Toleranca zero ndaj krimit e korrupsionit, reforma zgjedhore, liberalizimi e çështjeve të tjera do të jenë prioritet i kësaj qeverie. Por bazuar në këtë zotim të kryeministrit, në këtë qeveri mund të dalë angazhim edhe inspektorëve të punës. Qeveria punon 7 ditë në javë. Mbledhja e parë nuk bën të mbyllet pa lavdata për kabinetin e ri. Kjo është qeveria që i duhet Kosovës. Kjo është qeveria më kredibile që ka pasur në historinë politike Republika e Kosovës. Në mungesë të zëdhënësit, para mediave doli Hayreddin Kuçi. Ne do të caktojmë shumë shpejt zëdhënësin e qeverisë. Ai tha se bisedimet me Serbinë që u përmendën nga kryeministri janë gati të nisin që sot, por dihet për çka. Ne jemi të gatshëm si raporte apo si dy shtete të pavarura dhe sovrane, për raportën ndërshtetërore dhe për bashkëpunim rajonal dhe për ato të fushat e integrimeve evropiane. Edhe në mbledhje dhe pasaj u kërkua nga Kuvendi i Kosovës që të miratohet buxheti për muajin mars, derisa nuk miratohet projekt buxheti për vitin 2011. E kur të ndodh kjo e fundit, do të zbatohet edhe vendimi për ngritjen e pagave.